Mirëmbrëma miq. Turbullinën time që kam pas këto ditë në kohë, po kam qef ta filloj me ju, duke u bërë disa pyetje. Ore, kush kanë qenë etapat e ndryshme shoqërore që ka kaluar Europa, po që kemi kaluar dhe ne si Shqipëri? Unë nuk kam qenë në një nxënës i mirë, por ato që unë mbaj mend, ose ato që unë kam studiuar, janë feudalizmi. Mbas feudalizmit edhe monarkia ishte në feudalizëm, tek ne erdhi komunizmi dhe mbas komunizmit erdhi demokracia liberale. Bota, mbas feudalizmit, ka hyrë në kapitalizëm. Dhe kapitalizmi ai zhvillimi i madh shoqëror, ata njerëz me kurajo të jashtëzakonshme, ata njerëz inovatorë që i dhanë një impuls kaq të madh njerëzimit, krijuan klasa punëtore. Dhe klasa punëtore duke u ndjerë keq dhe duke u ndjerë e shtypur, krijoi sindikatat e veta që krijuan një përplasje shumë të madhe me këta njerëz, me këta motor të shoqërisë. Dhe kjo përplasje krijoi komunizmin në Rusi. Dhe përballë komunizmit në Rusi, nacionalizmi i tepruar në Gjermani krijoi fashizmin. Dhe një betejë shumë e ashpër ku komunizmi u bë bashk me kapitalin, gjë që nuk mund ndodhte, u ngretën kundra një të keqe shumë më të madhe të njerëzimit që ishte fashizmi. Tash miqtë e mi, Shqipëria jonë, në ato 600 vjet errësirë, ku kemi qenë në feudalizëm, ne nuk kalum në kapitalizëm. Dhe këtë shkallë të shoqërisë njerëzore, ne nuk e kalum, po kalum direkt në dogmat komuniste, ku dhe komunizmin e shpërfytyruam dhe bëm një komunizëm alla shqiptar, si që mendonim ne. Dhe mbas komunizmit, ne mendum se krijuam demokracinë, mendum se krijuam kapitalizmin, por ishte një demokraci rren, sepse nuk mundet do të krijohet demokracia në qoftë se nuk kalojnë shkallët e një shoqërie të gjitha me radhë që të lejnë plagët, pasojat, gjurmët në shoqëri. Atëherë ne jemi një shoqëri e pa emancipuar, që kemi kaluar nga feudalizmi në komunizëm dhe nga komunizmi ne mendojmë se kemi kaluar në demokraci. Po çfarë borxhi ju kemi ne ju? Që dalim nga njëta shoqëri komuniste si ju, nga njëta shoqëri fashiste që ka pas Shqipëria. Dhe kemi ushqy këto ëndra për të bërë diçka. Dhe ju tashti çoheni dhe doni të krijoni fashizmin kundër kapitalit. Po kush jeni ju? Po me çfarë të drejte ju doni të shkatroni ëndrat tona, bizneset tona, punën tonë? Si ka mundësi që ju ngreni dhe flisni jo si komunistët, po flisni si fashistët? Me çfarë të drejte? Me çfarë drejte ju krijoni këtë lloj rrumpale në Shqipërinë tonë dhe ju donit na i çoni investimet ju në drejtim të paditur që kemi bë kaq sakrifica 35 vjet. O hiqër! Si ka mundësi? E kam gabim unë që flas këto fjalë? Apo e keni gabim ju që nuk dini se çfarë flisni? Miqtë e mi, këta pakët njerëz që janë idealistë në këtë vend, që duan të pastrojnë 600 vjet mjergull të historisë Shqipërisë që nuk la as një gjurmë, lërini ta çojnë këtë vend atje ku ne e meritojmë. Dhe mos bëni kontrapedalin, sepse nuk përfaqësoni asgjë në këtë vend. As keni emër, as keni adresë, as keni brende, as keni fytyrë, as keni moral të rini përballë njerëzve që punojnë, që vrapojnë dhe që ndrojnë për ta bërë këtë vend. Nigjojeni këto fjalë miq, dhe pastaj vazhdoni melodinë tuaj ndaj meje.